ka një histori. Lojaliteti është themeli i i qëndrimeve të mia ndaj aleatëve. Aleatët e din që unë jam lojal ndaj tyre dhe unë kam besim të plot në lojalitetin e tyre, mbasi këto u bashkuan me vetdije të plot se e keqja më e madhe e këtij vendi është Edi Rama. U bashkuan pikërisht për të shpëtuar Shqipërinë nga Edi Rama. Edhe njerë them këtu, janë ftuar në këtë aleancë edhe disa tjera të sapo krijuara, por ato nuk e konsiderojnë Edi Ramën. Për çudi, problemin madhor të Shqipërisë dhe nuk gjetën forca të shpallën parti opozitare. Preferuan pozicionin e opozitës së opozitës. Pozicion që është kryekëput çon ujë në mullirin e qeverisë.